Ka fshatra që njihen për historitë e tyre, ka fshatra që njihen për traditat e tyre, por Stapetka njihet për aromën e këtyre luleshtrydheve. Është e parit matë. E parit matë? Po, që e vedhjë. Me kultivi, me drecave, si të thëmë, ka 25 vjetë, punojmë. Me familje? Me familje, po, me të shpisë veç. Si e para, na mungon uji, se ato donë ma shumë uj. Edhe këto donë uj, edhe këto i baj me uj, me traktor baj me cistern. Ama ato donë ma shumë. Elhamdulillah, kush si mund do të e mërvesht. Elhamdulillah, ka mirë si vjetë, si ka prish. I kimi strapik, i kimi asit mire si vjetë. Borën. Aj që i punon borët, aj që si punon s'ka. Ka edhe shumë, se rasatin lipën ta bëjsh me kese, lipën ta bëjsh pa ta mbjellish. Që ato i kum të parit aqe, këto të dyti që ato të parit i kum, 20.000 i kum mbjellën, të parit i kum mbjellën. 20.000 ronë? Po, si vjetë duhet ta rriti edhe pak ma shumë. Nga 40.000 t'i bëj, 50.000. Për e qeti si vjetë maj mirë është. Se në vjetë kishte pak i prishi, si vjetë, elhamdulillah, nuk ka të mire si vjetë. Si ka prish yq, lule si ka prish. Mundi lodhe, po lodhe ka lodhe, duhet pastrohet, kjo duhet asi. Ama mirë është, elhamdulillah, me ja dim shqyrin. Marifet në filozofi, duhet ta mbjellesh me vakt, mëse duhet ta mbash me ujtë, duhet stërpikit, duhet ta asitet. Edhe që ato që i takojnë, ja bëjmë ati. Se si vjetë pak ftofot, pak ma vonjën, ama mirë, elhamdulillah, mirë. Kërkohet shumë. Kërkohet shumë? Po. Lypet, shumë lypet. Normal, po. Se ka që bijen, pi Turqije, pi Shqipnije bijen. Ama kur del kjo, ato hupen. Kriza vencan? Po. është ma ombol, është ma mirë, është ma afi. Për haje ma shumë. Po. Për haje, përdoret edhe shumë bile përdoret. E lypin. Ma para kanë mbjellën, dridhna kanë mbjellën grune, edhe duhan pak, shumë pak, moti është që 20 vjetë duhan s'përmendet më këtu. Me dreza mundojnë diçka. Një dare shpija, mërvesh, se jo me bëjnë kështu qare. Pa shumica fshatit, ka edhe gurbeti, ka edhe në përpunë, në përasi. Ama kush mundën mbjellë dhe dreza. Sezoni i mbledhjes së këtyre luleshtrydheve zgjat vetëm disa javë, por puna dhe shpresa e këtyre banorëve është gjatë gjithë vitit.